Kryeministri i vendit Kristian Mickoski kërkoi nga prokuroria që t'i rihap çështjet për tragjeditë e spitalit modular Laskarcën dhe Besa Trans, të cilët, siç shprehet ai, janë harruar nga organi i akuzës. Kreu qeverisë dyshon se prokuroria po mbron LSDM-n dhe BDI-n dhe për këtë po i fsheh fajtorët e vërtet të këtyre tragjedive. Јас навистина го повикувам јавното обвинителство така ревностно да се позанимава и со овие случаи. Unë ftoj prokurorin publike të merret me zell me këto raste, pasi ata thanë që do të merren edhe me këto raste, por shoh se disi i kanë harruar, nëse ndoshta kjo është mënyra që të revanshohen ndaj pronarëve politik të tyre të vërtet nga LSDM dhe BDI, pasi i fshehin kryerësit e vërtet dhe të gjithë fajtorët të cilët kanë kontribuar që të ndodhë spitali modular, i cili është objekt shtetëror. Për shkak të dyshimit të bazuar për lëshime në institucione, ka ndodhur Laskarca, Besa Trans e kështu me radhë. Këto komente Mickoski bëri duke reaguar ndaj akuzave të LSDM-s opozitare për ndërhyrje në hetimin e prokurorisë, lidhur me tragjedinë në klubin e natës Puls në Koçan, ku humbën jetën 62 persona. E paralajmërojmë Mickoskin që t'i largoj kthetrat partijake nga prokuroria dhe gjyqësori. Nuk do t'i mbroni njerëzit tuaj dhe t'a fshihni të vërtetën, pasi që e dim qëllimin. Hetimi tregon lidhje të drejt për drejt mes tragjedisë në Puls dhe udhëheqjen më të lartë të VMRO DPMNE-s dhe do t'i publikojmë të gjitha të dhënat nga e para deri tek e fundit, than nga LSDM. Kryeministri theksoi se hetimin për Koçanin e udhëheq Lupço Kocevski, i cili është zgjedhur në kuvent nga deputetët e BDI-s dhe LSDM-s. Opozitarja BDI paraprakisht kërkoi komision të posaçëm kuvendor për Koçanin, pasi edhe ata vlerësojnë se pushteti po ndërhyn në hetim. Megjithatë, shumica parlamentare refuzoi kërkesën e tillë nën arsyetimin se nëse formohet komision për Koçanin, duhet të ketë komision edhe për modularin, Laskarcën e Besa Transin.